unë e një vetën pafajshëm, besojmë pafajshën time edhe betohem zë se s'kom hakasin atë vepër. As nuk e di, as një informacion të vetëm nuk e kam si ç'është ka ndodhur ajo ngjarje. Përveç indikacionit që kom një mas ngjarjes që ka ndodhur, ç'është folet tash, je mund ta ketë bok ai apo ky. Po dyshoni ndikon për kallëzim? Ka shumë indikacione, besa ndoshta edhe informacione që personat e mundshëm që ta kenë kryer atë rast nuk kanë arrestu, as nuk kanë gjykuar, as nuk kuptohet se dikush e ka vrarë atë person. Po besoj që kjo i përket më shumë organet e ndjekjes, edhe besoj që me kohë drejtësia do të triumfon, edhe ajo besoj se është vetëm çështje kohe. Unë dyshimet s'më hiqe kërkuina, po unë jam i gatshëm në çdo mënyrë të mundshme një përgjigj qysh ata do ndash me moral, ndash me zakone, ndash me tradita, ndash me kanon, ndash me ligj, në çdo argument që unë e posedoj, edhe jam i gatshëm moralisht edhe shpirtërisht një përgjigje.